Prej kosh, lidhja e re mes Grida Dums dhe deputetit Ervin Saliangji ka qenë një nga temat më të përfolura në jetën publike. Dy figurat e njohura të politikës shqiptare janë parë shpesh bashkë në dalje publike, duke mos e fshehur më afeksionin që kanë për njëri tjetrin. Kjo lidhje ka sjell komente nga të gjitha anët, por mbi të gjitha ka ngjallur interes për mënyrën se si Ervini do të përshtatej me jetën familjare të Gridës. Grida, prej martesës së parë, ka një djalë, i cili ka qenë gjithmonë në qendër të kujdesit dhe dashurisë së saj. Për çdo prind, lumturia e fëmijës është gjithçka. Ndaj shumë sy ishin kthyer te ky detaj i rëndësishëm, si do të ishte marrëdhënia mes Ervinit dhe djalit të saj. Në fillim pati hamendësime dhe shumë pyetje nga ata që e ndjekin me kurreshtje jetën e tyre private. Mirëpo së fundmi, Ervin Saliangji ka befasuar të gjithë duke treguar një anë shumë personale dhe të ndjerë. Ai ka pranuar publikisht djalin e Gridës si të tijin, duke theksuar se dashuria për një njeri nuk mund të jetë e plot pa pranuar edhe gjithçka që vjen bashkë me të. Ky gjest është komentuar si një tregues i madh maturie dhe përgjegjësie nga ana e tij. Në rrjetet sociale, ky hap i Ervinit është pritur me komente pozitive, ku shumë ndjekës e kanë quajtur shembull të mirë për burrat që vendosin të ndërtojnë një familje të re mbi baza të forta. Duket se marrëdhënia mes tij dhe djalit të Gridës ka nisur të ndërtohet në një klim të shëndetshme, duke sjellë qetësi dhe siguri në familje. Ky veprim e ka forcuar edhe mëshulljen e tij me Gridën, pasi tregon se ajo nuk është thjesht një marrëdhënie mes dy njerëzve, por një projekt i përbashkët jete. Për shumë kënd, ky është një hap që e bën çiftin edhe më të qëndrueshëm dhe tregon se ata po e shohin të ardhmen bashk, duke mos lënë asnjë